Pra i përgjigjen qytetarët kur dëgjojnë këtë. Migen, apo mbet Kosova këtë kulturën demokratike të debatit, çfarë po me gjithë këtë është polarizim? interesante se ndërkohë që ne para 7 qershorit të paktën në dekadën e fundit kemi qenë të hetshëm për të importuar modelin e zgjedhjeve dhe demokracisë Kosovës në Shqipëri, ndërkohë që për fat keq duket që ne po e eksportojmë, pra. Po shkon Kosova tek konfliktet ose çka ka prodhuar politika jonë, në kuptimin e polarizimit, në kuptimin e gjuhës së urrejtjes. Po unë kam qenë gjithmonë i magjepsur mbas emrit të vetëvendosjes, si kreativitet politik. Të duke i kreative vetëvendosje, pra. Ne vetëvendosim. Dhe mbart një element shumë interesant. Në fakt ke të drejtë këtu. Po ai që themeloi ishte ti, se themeloi Demaçi. Nuk ka lidhje me vetëvendosjen, se katroni. Mban një shenjtëri aty që populli ka të drejtë të vetëvendos. Pra, ka një legjitimitet kur e zgjedh vetë dhe e vendos. Tani, Albin Kurti po mishëron të kundërtën. Pra ka disa zgjedhje të cilat populli ka vetë vendosur që të mos qeveriset nga një parti. E vetme, po. Pra ka dhënë mesazhin nga një parti e vetme. Pra ka dhënë mesazhin dhe ka vetë vendosur që politikën e vendit do duhet ta drejtojë një koalicion, sepse vetëm në këtë mënyrë mundet që të kompozohet. Dhe rezistenca e Albin Kurtit për të mos pranuar vetëvendosjen e qytetarëve të vet, i ka shkaktuar dhe i ka prodhuar vendit një lloj krize luksi, të panevojshme, të tejkalueshme shumë lehtë, e cila në fakt është vetëm për një lloj arogance, një element tjetër le të themi i kopimit të fenomeneve negative të politikës shqiptare, ku liderët fillojnë edhe bëhen arrogant me njerëz apo mbartin pushtetin, dhe këtë duket që po e reflekton Albin Kurti duke e mbajtur kaq gjatë vendin e vet në zgjedhje ciklike. Pa duket sikur po plotson një mandat të tërë qeverisës në procese zgjedhore. Dhe kam përshtypjen që kjo, le të themi, është problematika themelore në të cilën po shoqërohet politika kosovare, dhe sigurisht që sa më gjatë jetë ky tension, sa më e madhe jetë kjo lodhje që i bën shoqërisë, unë mendoj që janë reflektime të kësaj, pra të lodhjes së tejskashme dhe të shterimit të narrativës politike në vend, dhe përpasoj ne shohim lodhje tejskashme dhe shterrim i narrativës politike. Ti kështu e lexon këtë. Është e kuptueshme të qëndrosh kaq gjatë në mospranim të mënyrës se si kanë vendosur qytetarët e tyre. Tu është, dhe kam përshtypjen që është edhe një lloj nervozizmi i shtuar nga një faktor që është Osmani. Pra Vjosa Osmani. Pra ta ketë dhënë ajo këtë reagim? Pra jo ajo në vetvete, por po them, nëse ka një gjë që ka ndryshuar si variabël nga zgjedhjet e tjera, është vetëm Osmani. Pra nëse ne duhet lexojmë cila është paradigma ose cila është premisa e rezultateve, ne duhet kalkulojmë tashmë vetëm faktorin Osmani, se nuk është se ka ndryshuar, nuk ka variabël tjetër në hapësirën politike. Edhe opozita është po e njëjta, po e përçar, po njësoj. Dhe kjo, dhe sigurisht që ka një potencial, dhe nëse ky potencial kthehet në kapital politik, atëherë do të thotë që vetvendosja mund të humbë terren. Leximi i situatës së një humbje të terrenit mund të sjellë një nervozizëm që e shkakton dhe e shkarkon në terren. Goxhej, je dakord me këtë që do të thënë vetëm Vjosa Osmani është variabël, pra apo hyn Kosova në zgjedhjet më, po themi, më të polarizuara të viteve të fundit me këtë që kemi parë? Dhe pse gjithë kjo agresivitet midis vetvendosjes, PDK-s, zyrtarëve të PDK-s? Ka një vit që Kosova është në zgjedhje të polarizuara, pra to janë zgjedhjet e katërta, dhe për një vit që bëhen zgjedhje rresht, çdo 4 muaj bëhen zgjedhje, është e polarizuar, sepse kështu intereson Albin Kurti, sepse në këtë moment Albin Kurti, ne po themi qeverisë, Albin Kurti nuk i intereson qeverisë, dhe mëson të menaxhojë, aktualisht është kryeministër në detyrë. Dhe sa më shumë të zgjasë, kryeministri në detyrë nuk mban asnjë përgjegjësi. Është thjesht kryeministër në detyrë. Qeverisë. Dhe kur jeni kryeministër në detyrë, nuk ke asnjë obligim që të japësh llogari përpara qytetarëve për votën që të kanë dhënë, se s'ka as program, as gjë, nuk të kërkon dot llogari ty kush nesër, se nuk i jep. Pse se bërë këtë program? Jo, po sepse unë nuk i bëra dot votat, sepse nuk mi dha opozita, pra fajin e ka opozita, pavarësisht se unë i kisha mundësit, fajin e ka opozita, dhe ti nuk jep asnjë lloj llogarie, as te votuesit e tu, as te partia jote, as te qytetarët e tjerë, as në parlament, sepse je thjesht kryeministër në detyrë, unë thjesht po menaxhoj.
Dhe kjo intereson Albin Kurtin. Mirë, Prandaj polarizon. Jo, dakord, kam një pyetje që e kam dhe për ty dhe për Vokshin në fund. Zekti, çfarë kishe se kam një pyetje të fundit? Pa. Çiko, zgjedhjet janë dhe çështje strategjie, domethënë bëhen llogaria të kujdesshme me konsulencë, me ku diun detajet kujdesshme për mënyrën si i qasësh publikut dhe Albin Kurti ka nevojë thjesht dhe vetëm të ruajë votat që kishte. Pra, ka parti në botë, se mos të janë pushtet, që kujdesen vetëm që votuesit që kishin ta ruajnë. Pra, ai votuesi ishte të vi prapë. Edhe ndërtohet se Po mirë, le ta ruajnë votuesin e vet ata, edhe të zgjidhin strategjinë e tyre, pa është normale që të denigrohen. Të them pra tani. Por prapë duhet të respektoj vetë vendosjen. Pra, atëherë Albin Kurti përdor këtë strategji, pra nuk lejon votues që janë në mes që të shkojnë te kundërshtari, sepse e polarizon kundërshtarin. Kjo mund mos eci, po